Babai më ndalon të gjithçka, derisa zbulova arsyen që kishte fshehur gjithë jetën dhe kuptova frikën që u dhihishte. Kur babai më ndaloi të pranoj punën në Vlorë, ajo që më tronditi më shumë nuk ishte zemërimi, ishte panika në sytë e tij. Atë mëngjes të shtatorit, në kuzhinën tonë të vogël në rruga e Elbasanit, unë kisha lajmëruar lajmin me entuziazëm që mezi e përmbajtja. Kisha pritur këtë moment për javë të tëra. Baba më pranuan. Menaxher e marketingu për hotel në Lungomare, rrog 250.000 lekë në muaj, apartamenti përfshirë, filloi në tetor. Zëri im jehonte me shpresë dhe emocion. Dora e tij ngriu mbi filxhanin e vogël të kafes turke. Avulli ngrihej ngadalë, por babai kishte ngrirë plotësisht. Fytyra ju zbarë si dëbora e dajtit në dimër. Sytë e tij, ato sy kafe të thellë që më kishin shikuar me dashuri të pafund gjatë gjithë jetës, u mbushën me një terror që nuk kisha parë kurrë. Jo, a i tha me zë të përmbajtur, por që dridhej në thellësi. Nuk do të shkosh. Kisha 28 vjeç. 28. Jo 18. Jo 22. 28 vjeç me diplomë universitare në marketing dhe biznes, me 3 vjet përvojë pune, me llogari bankare personale. Por babai më trajtonte sikur të isha ende vajza 15 vjeçare që nuk mund të shkonte në ekskursionin shkollor në Sarand. Ai vazhdoi, zëri po bëhej më i fortë, është shumë larg. Nuk të njoh askëndatje. Çfarë nëse diçka ndodh? Çfarë nëse ke probleme? Kush do të mbrojë? Çfarë mund të ndodhë, baba? Zëri im u ngrit pavarësisht përpjekjeve për ta mbajtur të qetë. Ndjehesha sikur po mbytja. Jam e rritur. Kam diplomë universitare. Kjo është mundësia ime, mundësia që kam pritur për vite. Hotel i ri, pozicion i lartë, rrogë e shkëlqyer. Ai u ngrit aq shpejt sa karriga e drurit u rrëzua pas tij, duke bërë një zhurmë të fortë që më bëri të kërcetem. Thash jo, Elona. Ky diskutim mbaroi. Nuk kam më çfarë të flasim. Duart i dridheshin kur i ngriti në ajër. Por kur shikova më me kujdes, vërejta diçka që më shqetësoi edhe më shumë, nuk dridheshin nga zemërimi. Dridheshin nga frika. Frika e thellë, viscerale, primitive që nuk e kuptoja. Atë natë, shtrirë në dhomën time që shikonte rrugën e zhurmshme poshtë, tingujt të makinave, zërat e kalimtarëve, jeta që vazhdonte pa mua, numërova sa herë babai më kishte mbrojtur nga jeta. Numërova të gjitha herët që kisha thënë, po dhe ai kishte thënë jo. Kur ekskursion në Sarand me shkollën kur kisha 15 vjeç. Të gjithë shokët e mi kishin shkuar, kisha parë fotot në Facebook, fytyrat e lumtura, plazhin e bardhë, lirin. Por babai kishte thënë, shumë e rrezikshme. Çfarë nëse autobusi aksidentohet? Çfarë nëse dikush të rrëmben? Kur dasmën e Shkodër ku isha ftuar kur kisha 20 vjeç. Ishte dasma e kushërirës së dytë, gjithë familja e zgjeruar do të ishte atje. Por babai kishte gjetur 100 arsye, Shkodra është larg. Nuk i njohim mirë ato rrugë. Çfarë nëse diçka ndodh gjatë udhëtimit? Kur pushime me shoqet në Ksamil, kur kisha 23 vjeç. Kishin planifikuar gjithçka 3 ditë, apartament i lirë, plazhe të mrekullueshme. Por babai kishte thënë, 3 vajza të vetmuara? Jo, është ftesë për probleme. Madje edhe miqësitë e mia ishin në mbikëqyrjen e tij të vazhdueshme dhe intensive. Ai donte të dinte me kë isha, ku shkoja, kur do të ktheheshna, çfarë bënim. Çdo miqësi e re duhej aprovuar, ai kërkonte të takonte familjet, të dinte sfondin historinë. E kujtoja Arberin, djalin e parë që më kishte pëlqyer me të vërtet kur kisha 15 vjeç. Ai ishte i bukur, i sjellshëm, student i mirë. Na, pa babai duke ecur nga shkolla një pasditë shtatori, duke qeshur dhe biseduar. Vetëm duke ecur dhe biseduar, asgjë më shumë. Një javë më vonë, familja e Arberit u shpërngul në Durrës. Arberi ishte zhdukur nga shkolla, nga lagja, nga jeta ime. Kur nuk e dija nëse ishte rastësi, ose nëse babai im kishte bërë diçka, kishte biseduar me familjen e tij, kishte kërcënuar, kishte paguar, kishte ndërhyrë. Më vonë ishte Ergisi, kolegu nga Universiteti i Ekonomisë. Ishte inteligjent, ambicioz, me humor të mrekullueshëm. Na kishim lidhur gjatë një projekti grupi. Kur babai e zbuloi, nuk e di si ai gjithmonë zbulonte e kishte ftuar Ergisin për bisedë burra në shtëpinë tonë. Nuk e dija çfarë kishte thënë babai atë ditë. Por pas asaj bisede që zgjati vetëm 15 minuta, Ergisi nuk më foli më kurrë. Madje ndërroi vend në klasë për të mos shndruar pranë meje. Kur tentova ta konfrontoj, ai thjesht tha, "Më fal, Elona. Është më mirë kështu." Tani isha 28 vjeç, punoja në marketing digital për një kompani të vogël në bloku, lagja më moderne e Tiranës, plot me kafe, restorante, jetë, dhe ende jetoja në të njëjtin çati ku çdo lëvizje ishte monitoruar me kujdesin obsesiv të një gardian i burgu. Çdo mbrëmje babai pyeste, "Ku ishe sot? Me kë fole? Kur do të kthehesh nesër?"
jo me tone akuzues, por me një shqetësim të thellë, të sinqert, që më bënte të ndjehem edhe e dashur dhe e mbytyr njëkohësisht. Për sigurinë tënde, babai përsëriste gjithmonë, sikur ishte një mantra që e mbante gjallë. Nuk e kupton sa e rrezikshme është bota, Elona. Nuk e kupton çfarë mund të ndodhë kur nuk je e kujdesshme. Por çfarë ishte bota e rrezikshme që ai shihte? Unë jetoni në Tiranë, jo në zonë lufte. Punoja në zyrë të sigurt me kolegë normale. Kishten shoqe të mira, jo persona të dyshimt. Çfarë rreziku ekzistonte që justifikonte këtë nivel? Kontrolli që kufizonte çdo aspekt të jetës time? 3 ditë pas refuzimit të punës në Vlorë, u takova me Angjelën në kafinë e saj të preferuar pranë pazarit të ri. Ishte një ditë e bukur shtatori, dielli filtrohej përmes drurëve, aroma e kafes së posaçëruar mbushte ajrin e ngrohtë. Pazari buz kafis ishte plot jetë, njerëz që blenin domate, speca, kastraveca, majdanos të freskët. Angjela ishte miku im i vetëm i vërtet që kishte mbijetuar filtrin e babait, të tjerët kishin rënë nga lista e aprovuar gjatë viteve. Ajo kishte kaluar testin sepse familja e saj ishte e njohur e respektuar, dhe sepse babai i saj ishte avoca që babai im njihte nga puna. Duhet të shkosh, Elona, ajo tha me vendosmëri, duke përzier kafen turke me lugë të vogël. Nuk mund të jetosh kështu përgjithmonë. Je 28 vjeç, për hir të Zotit. E di. Shikova në përdritaren e kafis turiste që blenin perime dhe specerin nga tregtarët lokale. Një vajzë rreth 20 vjeçe me shpinë udhëtimi, duke eksploruar lirisht, duke qeshur me tregtarin që i shpjegonte se si të përdorte borzilokun në gatim. Ajo kishte atë që unë nuk kisha, liri. Por çdo herë që përpiqem, ai bën sikur bota do të mbaroje. Sikur do të vdes nëse eci 2 hapa larg tij. Angjela u përku përpara, zëri i ulët por intensiv. Dëgjoj, dashuria e babait është e bukur, por kjo nuk është dashuri, kjo është burg me more të padukshëm. Dhe ti je robi vullnetar që ka harruar se mund të ikësh. Fjalët e saj më goditën si shuplak fizike, sepse ishin të vërteta të thella dhe të dhimbshme. Unë isha robi vullnetar. Dhe e dija, por si mund të largohesh nga burgu i ndërtuar nga dashuria? Çfarë mund të bëj? Pyeta me zë të vogël. Fillo duke zbuluar përse, Angjela tha me mençuri që nuk e kisha pritur. Njerëzit normale nuk sillen kështu. Ka diçka më shumë këtu, Elona. Diçka që nuk po na thot. Atë mbrëmje, kur arriva në shtëpi, babai po gatuan tav, kosi në kuzhinë. Aroma e qumshtit të thartë, vezdeve të rrahura, mishra të vogël qingji dhe hudhrës mbushi apartamentin ton të vogël. Ai ktheu kokën dhe buzëqeshi kur më pa buzëqeshje të vërtet, të ngrohtë, të plot dashuri. Sot të bëra të preferuarën tënde, ai tha me krenari. E di se ke pasur javë të vështirë. Zemra më u shtrëngua dhimbshëm. Si mund të ureje dikë që të do kaq shumë? Dikë që gatuan për ty, që punon të 12 orë në ditë si inxhinier ndërtimi për të siguruar që të kesh gjithçka që të nevojitet? Dikë që sakrifikonte rehatin e tij për ty? Faleminderit, baba, thash duke e përshafuar nga pas. Ai ishte bërë pak më i vogël me vitet, apo unë isha rritur? Ai më mbajti dorën pak më gjatë se zakonisht, sikur kishte frikë se nëse më lëshonte, do të zhdukesha në ajër. Javën tjetër erdhi Krishtlindja, feja jonë ortodokse e festonte në dhjetor. Babai më kërkoi të ndihmoja të zbrisja dekoret nga tavani. Ja në sotoban, në kuti të madhe blu me stuhja të bardha, tha ai ndërsa vishte gjaketën e punës. Unë duhet të shkoj në kantier për 2 orë. Muret e godinës së re në kombinat kanë probleme dhe duhet të inspektoj para se të fillojë shi. Sotobani shtëpisë son në rrugën e Elbasanit ishte kaos i organizuar, kuti të vjetra të kartonit me etiketa të zbert, mobilje të thyrë që babai thoshte se një ditë do t'i riparojë, kujtimeve familjare që mblidhin pluhur për vite. Era e lagësh dhe pluhur të vjetër më goditi kur hapa derën e ngushtë që çonte poshtë. Gjeta kutin blu shpejt, ishte ku babai kishte thënë, në çoshe të majt pranë shkallëve. Por ndërsa e tërhiqe, diçka tjetër më tërhoqi vëmendjen e mpred. Një valixhe lëkure e vjetër, e fshehur me kujdes pas një dollapi të rrëzuar dhe një shumëllojshëm karrigash të dëmtuara. Ishte e kyçur me brav bronze të vjetër. Kurioziteti, ose mbase fati, ose destinimi më bëri ta tërhesh në dritë. Lëkura ishte e konsumuar, me njolla myku dhe gërvishtje që tregonin vite përdorimi. Brava duke e vjetër, ndoshta nga vitet 90. Nuk e kisha parë kurrë më parë këtë valixhe. Dhe isha rritur në këtë shtëpi, kisha eksploruar çdo çoshe fëmijërisht. Provova ta hapja e mbyllur fort, nuk lëvizte. Por pastaj kujtova diçka që më bëri zemrën të më rrahte më shpejt. 3 muaj më parë, duke pastruar sirtarin e babait për të gjetur çelësat e makinës që ai kishte humbur, kisha gjetur një çelës të vogël bronze që nuk përputhej me asnjë derë në shtëpinë tonë. E kisha provuar në të gjitha dyert, dritaret, dollapet. Asgjë.
E kisha vendosur mbrapa dhe e kisha harruar si detaj I parëndësishëm. Por tani, shikimi im shkoi automatikisht nga valizhat e Aiqelës. A ishte I mundur? Prapovas në dhomën e tij, duar që më dridheshin nga adrenalina. Hapa sirtarin me kujdes, babai ishte shumë I organizuar dhe do të vërej nëse diçka ishte çrregullt. E gjeta shpejt, Chelsea I vogël bronze shkëlqente në dritën e ftohtë të dhjetorit që vinte përmes dritares. U ktheva në sotoban, zemra më rrihte si tambur në gjoks. Duart më dridheshin kur futa Chelsea në brav. U përshtat perfekt. Klikoj me një tingull të vogël metalik që ndryshoi gjithçka. Valizja u hap. Brenda ishte një botë që nuk e njihja. Një botë që nuk duhej të ekzistonte. Pasaporta të vjetra me fytyrën e babait tim, sytë e njëjtë, hunda e njëjtë, por flok më të zinj, më të dendur, panjolla gri, por emra të ndryshëm nga ai që njihja, Arben Kelmendi. Jo Besnik Berisha. Arben Kelmendi. Një letë njoftimi dal nga përdorimi, I lëshuar nga qeveria shqiptare, data 15 mars 1993. Fotografia tregonte babain tim 20 vjet më të ri, duke shikuar serios në kamerë. Fotografi familjare ku babai im duke 25 vjeçare, me grua të bukur me flok të gjatë të zinj që nuk ishte nëna ime Vjolca. Ata qëndronin përpara një shtëpie që nuk e njihja, në peizazh që dukej si Shkodra ose Veriu. Dhe letra që më ngrin gjakun. Shkrim dore I rëmueshëm në shqip, boje që ishte zbeh, por ende e lexueshme. Arben, ne e dim ku je. Mos mendo se mund të fshihesh për gjithmonë. Ajo që do të kushtoj gjithçka. Familja jote do të paguaj për gojen tënde të madhe. Kjo është paralajmërimi I fundit. Vëllezërit Dushku nuk harrojnë kur. Dhe ne nuk falim asnjëherë. Data 12 shkurt 1994. Zemra më filloi të ra aq fort sa mendova se do të qaheshta. Dora ime kapi një tjetër dokument, raport mjekësor nga Spitali Rajonal I Shkodrës, data 8 mars 1993. Pacienti Arben Kelmendi, 25 vjeç. Trajtuar për plag nga rrahje. 2 brinjë të thyer, hematoma të shumta, trauma psikologjike. Raporton se është dëshmitar I incidentit të dhunshëm me fatalitete. Rekomandohet ndiqje psikologjike dhe raportim në polici. Kush ishte Arben Kelmendi? Përse babai im jetonte me një identitet tjetër për më shumë se 30 vjet? Çfarë kishin qenë vëllezërit Dushku? Çfarë incidenti të dhunshëm kishte parë? Dëgjova Chelsea në derën kryesore të apartamentit. Babai kthehej më herët se pritja. Me panik të plot që më pushtoi, I hodha të gjitha dokumentet në valigje me duar që dridheshin aq fort sa mezi mund t'i kontrolloj. E kyça me shpejtësi, e fshehja pas dollapit saktësisht ku e kisha gjetur dhe grabitja kutinë blu me dekorimet e Krishtlindjes. Kur babai hyri në dhomën e ndenjës, unë po zbrisja shkallët me dekorimet, zemra ende duke më shpërthyer në gjoks, fytyrën e nxehtë nga adrenalina, duke u përpjekur të dukeshem normale. I gjete, ai pyeti me buzëqeshje të qetë, duke hequr gjaketën. Po, arrita të them përmes frymëmarrjes që mezi e kontrolloi. Të gjitha këtu, por tani e dija. Jeta ime e tërë kishte qenë ndërtuar mbi një gënjeshtër të madhe, komplekse të qëllimshme. Dhe babai im, burri që mendoja se njihe më mirë se kushdo tjetër në botë, nuk ishte kush mendoja se ishte. Atë natë nuk flejta fare. Shtrirë në dhomën time, dëgjoja gërharitjet e babait përmes murit të hollë. Çdo minutë ndjesi orë, çdo tingull më bënte të kërcetem. Mendja ime rrëmbej nga pyetje që nuk kishin përgjigje. Pas orës 1 të mëngjesit, kur gërharitjet bën të qartë që babai ishte në gjumë të thellë, u zvarrita sërish në soban me telefonin tim. Drita e ekranit ishte e vetmja burim ndriçimi. Nxora valigjen me kujdes maksimal, duke bërë sa më pak zhurmë të mundur. Dhe pastaj fotografova çdo dokument, çdo letër, çdo foto. Duart më dridheshin aq shumë sa disa fotografi dolën të turbullta dhe duhej t'i bëja përsëri. Por shumica ishin të lexueshme, të qarta, prova e pamohueshme e një jete të fshehur. Gjithsej 27 fotografi. 27 pjesë të një puzle që nuk e kuptoja ende. Pastaj, duke u ulur në shikallët e ftohta të sotobani, hapa Google në telefon dhe shkrova me gishta të dridhur, Arben Kelmendi Shkodër 1993. Rezultatet më quan në arkiva Gazetas Shqiptare. Një artikull nga Gazeta Shqiptare, 24 mars 1994, me titull që më bëri të ndaloj së frymëmarrje. Dëshmitar kryesor I masakrës së Shkodër zhdukur misterizisht. Lexova me zë të ulët, të tmerruar. Arben Kelmendi, taksist 25 vjeçar nga lagja Pjeshkpije në Shkodër, që raportoi ekzekutimin brutal të familjes Marku nga organizata kriminale, nuk është gjetur që nga shkurti. Policia lokale dyshon se Kelmendi është larguar nga vendi ose në skenar më të errët, është viktimë e hakmarrjes së organizatës kriminale.
Familja Marku, baba, nëna dhe 3 fëmijë ndërmjet 8 dhe 16 vjeç, u ekzekutuan në rrugë në 6 mars 1993 në atë që autoritetet e quajnë një nga krimet më të egra të viteve postkomuniste në Shqipërinë e Veriut. Goja më u thatë. Familja Marku. Ekzekutim. 3 fëmijë. Organizatë kriminale. Babai im kishte qenë dëshmitari një vrasje maketore të familjes me fëmijë, dhe pastaj kishte zhdukur. Lexova më tej me duar që dridheshin sa mezi mund t'i mbaja telefonin. Artikulli vazhdonte me detajet që më bën stomakun të më kthehej. Sipas burimeve policore, Kelmendi ishte duke transportuar klient me taksin e tij kur u ndal në një ndalesë gjatë orarit të pasdites. Atje, ai pa nga dritarja 3 burra të maskuar, të identifikuar më vonë si antar të organizatës së vëllezërve Dushku, duke ekzekutuar me armë zjarri 5 antar të familjes Marku në mes të rrugës, përpara syve të kalimtarëve të tjerë që ikën në panik. Artikulli përmendi emrin që më frezoi tërësisht, vëllezërit Dushku, 3 vëllezër që kontrollonin krime të organizuara në Shkodër dhe Veri. Gens, Artan dhe Luan Dushku. Trafik armësh, brasje me pagiz, kontrolli territorial, terrori i pastër. Telefoni më ra nga duart në dysheme të Sotobani me një tingull të vogël që më bëri të ngri nga frika se babai do të zgjoj. Por asgjë, heshtje. Ngrita telefonin dhe lexova përsëri, duke u siguruar që nuk kisha keq kuptuar. Por jo, ishte aty e qartë e pameut. Tani e kuptoja gjithçka me një qartësi që më dogji. Kontrolli i pashpjegueshëm i babait. Frika viscerale në sytë e tij kur përmenda Vlorën. Arsyeja pse nuk kishim asnjë vizitë nga familja e zgjeruar. Se kishim jetuar si hije, si fantazma në qytetin ton, pa fotografi familjare në rrjetet sociale, pa lidhje të forta me komunitetin. Babai im nuk ishte një baba paranojak pa arsye. Ai ishte një burr në Arrati, duke jetuar në një identitet të rrem, duke më mbrojtur nga një kërcënim që unë nuk e kisha ditur kurrë. Por pyetja që më dogji si acidi ishte kjo: a ekzistonte ende kërcënimi? Ose babai im kishte jetuar 30 vjet në frikë për asgjë, për fantazma që kishin vdekur kohë më parë? Në mëngjes, bëra sikur gjithçka ishte normale. Një performancë që mezi e mbajtja. Pim kafe turke së bashku në tryezën e vogël të kuzhinës. Babai fliste për projektin e tij të rindërtimi në kombinat, probleme me muret, lagështirë që kishte depërtuar, zgjidhje teknike. Unë buzëqesha, anakoja, komentoja, dhe çdo minutë ndjesha sikur po mashtroja njeriu më të rëndësishëm në jetën time. Elona, ti je mirë? Babai pyeti papritur, duke më shikuar me vëmendje. Duket sikur nuk e fjetur. Ke sytë e kuq? Jam mirë, baba, gënjeva drejt për drejt në fytyrën e tij. Vetëm lodhje nga puna. Kemi projekt të madh, fushat për klient të ri. Orë shtesë. Ai më shikoi me ato sy që më kishin mbrojtur gjithë jetën. Tani, për herë të parë, pash se qishin në të vërtet, sy të traumatizuar thellë, sy që kishin parë gjërat që asnjë njeri nuk duhet të shihte, sy që mbanin sekrete që mund të vrisnin. Pas mëngjesit, teksti i Angjelës, kafe? Duket sikur ke nevojë. Ajo më njihte shumë mirë. U takova me Angjelën në parkun e madh gjatë pauzës së drekës. Ishte një ditë dietore e ftohtë. Era e zimës barte aromën e kebabëve dhe sufllaqeve nga shisit ambulant. Fëmijë po luanin në lojra, çifte të moshuara ecnin ngadalë, jeta normale vazhdonte rreth nesh. Por jeta ime nuk ishte më normale. Duhet ta tregoj diçka, fillova me zë të ulët, duke u siguruar që askush nuk ishte mjaft afër për të dëgjuar. Dhe pastaj I tregova gjithçka me detaje të plota. Valigjen, dokumentet, pasaportat me emra të ndryshëm, artikullin për masakrën, identitetin e rrem, vëllezërit Dushku, 30 vjet gënjeshtër. Angjela më dëgjoi në heshtje absolute, sytë sa u zmadhuan me çdo fjalë. Nofulla I ra. Kur mbarova, ajo foli me zë të ulët, plot empati dhe shok. Elona, babai yt ka jetuar në Fer për 30 vjet. Fer të vërtet. E di, thash, duke e ndier peshën e fjalëve si një gurmat në shpirt. Por çfarë bëj tani? E përballoj dhe e shtrydh me pyetje. E injoroj dhe bëj sikur nuk e di. Çfarë është e drejta? Asnjërin, Angjela tha me mençurinë e saj praktike. Ti zbulon të vërtetën e plot, jo thjesht të kaluarën, por të tashmen. Dhe pastaj e vendos të lirë nga frika. Si, pyeta me dëshpërim. E njo dik, aja tha duke nxjerrë telefonin. Dritan Hoxha, gazetar investigativ që punon për Gazeta Panorama. Mbulon krimet organizuara, korrupsion, histori të vështira. Nëse dikush mund të zbuloj se çfarë u bë me vëllezërit Dushku, nëse janë ende kërcënim, ose nëse babai yt jeton në frikë të kotë, është ai. 3 ditë më vonë, një premte pasdite, u takova me Dritanin Hoxha në një kafe të vogël dhe të qetë pranë Universitetit të Tiranës, larg nga lagja jon.
Nuk desha të rrezikoja që dikush ta shihte dhe t'i tregonte babait. Dritan ishte 32 vjeç, me sy të mpret inteligjent që analizonin gjithçka, qëndrim të qetë por të vëmendshëm. Vishte thjesht xhup gjinse atlete, por kishte prezencë. Kur i tregova historinë me të gjitha detajet, duke i treguar fotot në telefon, ai mori shënime të shpejta në një fletore të vjetër me dorëshkrim të qartë. Vëllezëri Dushku, tha ngadalë, mendimi duke punuar prapa syve. E njoh emrin. Organizat brutale e viteve 90, kur Shqipëria ishte kaos i plot. Trafik armësh nga ish Jugosllavia, vrasje me pagesë, kontrolli i zonave në Shkodër dhe gjithë Verin. Njëra nga organizatat më të frikshme të periudhës postkomuniste. Çu bë me ta, pyeta me zë që më dridhej nga shpresa dhe frika. Janë ende kërcenim? Dritan hapi laptopin e tij del të vjetër. Më jep pak kohë. Kam akses në disa databaza. Gishtat e tij fluturonin mbi tastier me shkatësi ndërsa kërkonte në databaza policore, arkiva gazetash, raporte ndërkombëtare nga Interpol dhe Europol. 15 minuta që ndiheshin si 15 orë më vonë, ai ktheu ekranin drejt meje. Artan Dushku, vëllai i mesëm, ai filloi duke lexuar. Arrestuar në shkurt 2012 gjatë operacionit të koordinuar nga policia shqiptare me mbështetjen e Eurojust. Akuzuar për trafikun e armëve, vrasje, organizat kriminale. Gjyqi zgjati gati 2 vjet. Dënuar me 25 vjet burg në shkurt 2014. Vdiq në burg nga sulmi masiv në zemër në tetor 2016. Zemra më bëri një kërcim të shpresës. Luan Dushku, vëllai më i madh, konsiderohej lider, Dritan vazhdoi. Arrestuar në qershor 2015 gjatë operacionit anti-krim të BE-s në Ballkan, operacioni Shqiponja e Zezë. Akuzat përfshinin vrasje të shumta, trafik ndërkombëtar, pastrim parash. Dënuar me burgim të përjetshëm. Vdiq në burg në mars 2017 nga sherme të burgosur të tjerë, sulm me thik. Frymëmarrja ime u ngadalësua. 2 prej tyre të vdekur. Dhe Gens Dushku, Dritan tha, zëri duke u bërë më serioz. Më i riu i 3 vëllezërve, ai që njehej si më i dhunshmi dhe i paparashikueshmi. Kur i arrestuar në Shqipëri, ka qenë arati për më shumë se 2 dekada, sipas raporteve u largua nga Shqipëria në fund të viteve 90 kur presioni policor u shtua. Zemra më ra. Ai është ende gjallë. Mos harro se po flas në të kryer, Dritan tha me një buzëqeshje të vogël. Ai hapi një artikull italian nga Corriere della Sera, shtator 2018. Albanese utësiso Insparatoria a Milano, Gens Dushku, 49 anni, noto criminale albanese ricercato da Interpol, stato ucciso in una sparatoria con la mafia italiana per il controllo del traffico di droga nel quartiere di Quarto Ghiaro. La polizia italiana conferma che Dushku era coinvolto in attività criminali da decenni. Për kthimi im mental, shqiptari vrar në Milano, Gens Dushku, 29 vjeç, kriminal i njohur shqiptar i kërkuar nga Interpoli, u vra në sherr me mafien italiane për kontrollin e trafikut të drogës. Policia italiane konfirmon përfshirjen e Dushkut në aktivitete kriminale për dekada. Ai vdiq, Dritan tha ngadalë, duke më lënë të përpunoj. Në Milano, shtator 2018. Sherr territorial me mafien italiane për kontrollin e drogës. I vrar me 3 plumba në gjoks në mes të rrugës. Vdiq në vend. Kur nuk u raportua gjerësisht në Shqipëri, sepse mediat lokale nuk ndjekin krime shqiptare në Itali aq shumë. Dhoma filloi të sillej rreth meje. Të 3 janë të vdekur. Zëri im ishte një përshpëritje e pabesuar. Të 3 janë të vdekur, Dritan konfirmoi me qartësi absolute. Artan 2016. Luan 2017. Gens 2018. Kërcënimi mbaroi zyrtarisht në shtator 2018. 6 vjet më parë. Fillova të qaja pa kontroll, jo nga trishtimi, por nga një ndjenje çuditshme komplekse e lehtësimit të përzierë me zemërim, dhimbje dhe empati. Babai im kishte jetuar në frikë absolute për 30 vjet, dhe 6 vitet e fundit ai kishte qenë plotësisht i lirë, pa asnjë kërcënim real, por nuk e dinte. Çfarë duhet të bëj? Pyeta përmes lotëve që vinin pa ndalim. Dritan u përku përpara me qëndrim të butë. I tregon babait tënd. Por jo kështu, vetëm në kuzhinë një mbrëmje. Jo duke e goditur me informacionin si me çekiç. Ti krijon një moment ku ai të jetë i rrethuar nga dashuria dhe mbështetja, ku njerëzit që e duan ta ndihmojnë ta përpunojnë këtë. Sepse kur ta dëgjoj se kërcënimi mbaroi, tërpesha emocionale e 30 viteve do t'i bjerë mbi supet një herësh. Dhe duhet të jetë i përgatitur, i rrethuar, i mbështetur. Angela, që kishte qëndruar e heshtur deri tani, foli me Ide, një ngjarje familjare. Një darkë formale. Një jubile për kujtimor. Saktësisht, Dritan tha duke anakuar.
Dhe unë do të siguroj dokumentacion zyrtar nga policia shqiptare dhe nga Interpoli që të konfirmoj me prova ligjore se nuk ka ma asnjë kërcënim aktiv nga ajo organizat. Që ai të di me certifikate zyrtare, jo thjesht me fjale. Kështu filloi plani më i rëndësishëm i jetës sime. Javën tjetër, fillova përgatitjet në fshehtësi absolute. Hapi i parë, thira hallën Dorin, motrën e babait e vetmja pjesëtare e familjes së zgjeruar që kishim kontakt minimal. Ajo jetonte në Durrës, punonte si mësuese në pension. Halla, duhet të takohem me ty urgjentisht. Është shumë e rëndësishme. Lidhet me babain. Zëri në telefon u shqetësua menjëherë. Çfarë ndodhi? Ai është mirë. Fizikisht po, por duhet të tregoj diçka që nuk mund ta them në telefon. Ajo erdhi në shtëpinë time ditën tjetër, një shtunë pas dite kur babai ishte në punë në kantier. Dorina ishte 60 vjeçe me flok gri të shkurtër, si të ngrohtë kafe të ngjashëm me babain dhe prezencë të butë por të fortë. Kur i tregova se ç'kisha zbuluar, valigjen, dokumentet, identitetin e rrem, kërcënimet, masakrën, fytyra e Dorinës shpërtheu në lotë që rrjedhin pa kontroll. E dinte, pyeta, edhe pse tashmë e dija përgjigjen. Po, ajo përshpërit përmes lotëve. Unë jam e vetmja që e di. Arben, besnik tani, është vëllai im i vogël. Unë e dija gjithçka që nga fillimi. Ajo ul në koltukun tim dhe filloi të tregojë historinë që babai im nuk më kishte treguar kurrë. Kur ndodhi masakra në Shkodër në mars 1993, Arben ishte vetëm 25 vjeç. Ishte i martuar me gruan e tij të parë, Mirela, vetëm 3 vjet. Po punonte si taksist për të mbështetur familjen. Ditën e kopshme, ai po transportonte një familje në lagje. Ata u ndaluan në një ndalesë gjatë orës 4 pasdite. Dorina mbylli syt, sikur skena ende e përndishte. Atje, përpara syve të tij, pa 3 burra të maskuar, më vonë të identifikuar si Gens, Artan dhe Luan Dushku, duke ekzekutuar me automatik 5 anëtar të familjes Marku në mes të rrugës. Baba Arif Marku, nëna Flutura dhe 3 fëmijët, Besnik 8 vjeç, Emma 12 vjeçe dhe Eduard 16 vjeç. Të gjithë të vrarë në 15 sekonda. Zëri i Dorinës u thye. Arben u traumatizua totalisht. Ai nuk hëngri për 3 ditë. Por ai raportoi krimin në polici sepse kishte fëmijë të pafajshëm që kishin vdekur. Ai mendoi se po bënte gjën e duhur, gjën morale, gjën njerëzore, që dëshmia e tij do të ndihmonte drejtësinë. Ajo hapi syt, plot dhimbje të pafund. Por brenda një jave, morëm letra kërcënuese. 3 letra të ndryshme, të gjitha me kërcënime eksplicite ndaj Arbenit dhe familjes së tij. Policia lokale na tha, nuk mund t'ju mbrojmë. Kemi burime të kufizuara. Vëllezërit Dushku janë shumë të fuqishëm. Jeni në rrezik të vërtetë. Qeveria ishte kaos total pas rënies së komunizmit, sistemi i drejtësisë ishte i prishur, korrupsioni ishte kudo. Dhe nëna ime, pyeta me zë të përmbajtur që mezi dilte. Vjollsa, Dorina tha emrin e nënës sime me dëmshuri dhe respekt. Ajo ishte grua e dytë e Arbenit. Mirela, gruaja e parë, u largua nga martesa kur situata u bë shumë e rrezikshme, nuk duroi presionin. Arben ishte i shkatëruar. Por pastaj takoi vjollsën, një grua të fortë, të bukur, plot guxim. Ata u martuan në 1991 dhe t'i linde në korrik 1992. Dorina më kapi dorën. Kur kërcënimet filluan, ti ishe vetëm 9 muaj, një bebe vogël e pafajshme. Arben i tha vjollsës të vërtetën e plot, ose i kim të gjithë dhe fillojmë nga zero me identitetet të reja, ose të gjithë vdesim. Vjollsa nuk hezitoi. Ajo tha, bëjmë çdo gjë për të mbrojtur Elonën. Lodhet më vinin tani. Kështu që ikën, Dorina vazhdoi. Ndëruan emra me dokumente të falsifikuara, në atë kohë ishte relativisht e lehtë me korrupsionin. Arben Kelmendi u bë Besnik Berisha. Vjollsa ndërroi mbiemrin. Ju lëvizën në Shkodrën në Tiranë, ku askush nuk i njihte. Filluan jetë krejtësisht të re, pa lidhje me të kaluarën. Pse nuk na tregoi kurrë? Zëri im u thye plotësisht. Sepse ai mendonte se nëse ti nuk e dije, nuk do të ishe objektiv, Dorina shpjegoi me dhimbje. Se sa më pak të dinim, aq më të sigurt ishit. Ai e mbajti të gjithë frikën, të gjithë stresit, të gjithë peshën vetëm për 30 vjet. Dhe ajo frikë e hëngri të gjallë nga brenda. Një realizim të mërshëm më goditi me forcë. Kanceri i saj. Stresi nuk shkakton drejt për drejt kancer, Dorina tha me ngadalë, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Por e përshpejton rënd. Trupi i vjollsës luftoi kundër terrorit psikologjik për 20 vjet duke shikuar prapa shpatullave, duke u shqetësuar për ty në çdo moment, duke jetuar në tension konstant. Kur kanceri i gjirit u zbulua në 2014, trupi i saj nuk kishte më forcë për të luftuar. Sistemi imunitar ishte i shkatëruar nga vite stresi kronik.
Qava pas dhe trupi më dridhet. Babai me di këtë. A jeton me atë faj çdo ditë, Dorina tha. Mendon se e vrau Vjollcën duke e futur në këtë jetë. Ka humbur gruan e tij për shkak të një vendimi që kishte marrë për të bërë gjën e duhur morale. Dhe tani jeton i mbyllur në atë frikë dhe faj, duke të mbajtur të peng në të njëjtin terror, sepse mendon se është i vetmi mënyrë për të mbajtur gjallë. Duhet ta ndihmoj, thash përmes lotëve që nuk ndaluan. Duhet ta liroj nga ky fer. Dorina më kapi dy duart fort. Ti je forca më e madhe që ai ka, Elona. Dhe tani ka ardhur koha që ti të jesh forca që e shpëton. Jo duke e gjykuar, por duke e çliruar. Ne planifikuam gjithçka me detajet e imta gjatë 2 orëve të ardhshme. Një darkë përkujtimore formale për 30 vjet që ne u shpërngulem në Tiranë nga Shkodra, për teksti perfekt që nuk do të ngjallte dyshim. Ftova 15 njerëz me kujdes, Dorinën, disa kushërinj që babai kishte kontakt shumë të kufizuar për të mos ngjallur dyshim, 3 shok të ngushtë të tij nga puna si inxhinier, Angelen dhe partnerin e saj, dhe Dritanin si mik i ri. Rezervova një sallë private në Hotel Ferranda, një hotel i vogël por elegant pranë pazarit të ri. Dhoma kishte kapacitet për 20 persona me dritë të ngrohtë, dekor tradicional shqiptar dhe privatësi të plotë. Dritan siguroi dokumentacion zyrtar përmes kontakteve të tij në Ministrinë e Brendshme dhe Interpolin, raporte që konfirmonin vdekjet e 3 vëllezërve, dushku me data të sakta, certifikata vdekje nga Italia për Gens, dhe një letër zyrtare nga policia shqiptare që deklaronte se organizata e tyre ishte plotësisht e çmontuar dhe nuk kishte antar aktiv të mbetur. Përgatitura një prezantim PowerPoint në laptop me prova vizuale të renditura me kujdes, fotot e vjetra nga valigja, dokumentet me identitete të ndryshme, artikujt historik të gazetave për masakrën dhe më e rëndësishmja, certifikatat e vdekjes së 3 vëllezërve me datat 2016, 2017, 2018. Ditën para ngjarjes e shtunë në mbrëmje, shkrova një letër personale për babain. E vura në një zarf të bardhë dhe e mbajta me vete. Baba, të dua më shumë se mund ta them me fjalë. 30 vjet ke mbajtur një peshë që asnjë njeri nuk duhet ta mbajë vetëm. 30 vjet ke jetuar në frikë konstante për mua, për ne, për jetën që ndërtuam. Por nesër, unë do të të jap diçka që nuk e pasur për 30 vjet, lirinë e vërtet. Sot do të të çliroj nga frika që të ka mbajtur rob, sepse je baba më i mirë në botë dhe meriton të jetosh pa terror. Me dashuri të pafund dhe mirënjohje të përjetshme, Elona. Atë natë nuk flejta fare. Ndërrova anët në shtrat, shikova tavanin, provova skenar të ndryshëm në kokën time. Si do të reagonte babai? Do të zemërohej që kisha shikelur privatësinë e tij? Do të kolapsohej emocionalisht? Do të ndjehej i çliruar apo i tradhtuar? Mëngjesin e ngjarjes, e diel në 10 orë, babai u zgjua në humor të pazakon të mirë. Çfarë po planifikon ti, Elona? Ai tha me një buzëqeshje të dyshim gjatë mëngjesit. Ti ke qenë shumë misterioze javët e fundit. Telefona të shpeshta. Takim me Hallën. Diçka po ndodh. Vetëm një surprizë të vogël për ty, thash, duke i kthyer buzëqeshjen por duke ndier stomakun që më kthehej nga ankthi. E meriton. Ona. Ai qeshi. Për çfarë? Do ta shohësh, thash misteriozikat. Por zemra më rrite si tambur Afrika në gjoks. Pasdite në ora 5, shkuam në Hotel Ferranda. Saloni privat që kisha rezervuar ishte i zbukuruar thjesht por me elegancë dhe kujdes. Tryeza e gjatë ishte e përfshirë me një shtroj të bardhë liri, me qirin të ndezur në qendër. Ushqimi ishte tradicional shqiptar i përzgjedhur me dashuri, sufllaqe të ngrohta, byrek me spinash dhe me mish, tavë kosi me aroma hudre, qofte të pjekura, sallat jeshile me domate dhe kastraveca, dhe në qendër një pjatë e madhe plot me ëmbëlsira, baklava me arra, revani me sheqer dhe kadajf. Aroma e ushqimit mbushi dhomën dhe krijoi atmosferë familjare të ngrohtë. Mysafirët filluan të mbërrinin në ora 6. Babai më shikonte me vëmendje të shtuar, ende duke mos kuptuar plotësisht. Kjo është për mua, ai pyeti me befasi të sinqert kur pasallën njerëzit ushqimin e pasur. Po, baba, thashë duke e përqafuar. 30 vjet që je në Tiranë. 30 vjet që kemi jetuar këtu. Që na ke mbajtur të sigurt me punë të palodhur dhe dashuri të pakushtëzuar. E meriton këtë festim. Ai më përqafoi fort, shumë fort. Nuk e meritoj këtë, Elona. Ti je shumë e mirë me mua. E meriton më shumë se kushdo tjetër në botë, përshpërita në vesh, duke ndjer lotët që kërcënuan të vinin. Darkë filloi me ajër festiv dhe të relaksuar. Njerëzit flisnin, qeshnin, kujtonin historinë nga vitet e kaluara. Babai duke i relaksuar për herë të parë që e kisha parë në muaj, fytyra më pak e tendosur, supet më pak të ngritura, buzëqeshja më e vërtet. Por unë nuk mund të haoja. Stomaku im ishte një nyje e ngushtë ankthit.
Pastaj, në ora 8 të darkës, kur të gjithë kishin mbaruar ëmbëlsirën, unë ngrita me këmbë të dridhura dhe mora mikrofonin e vogël që kisha sjell. Të nderuar të ftuar, fillova me zë që përpiqesha ta mbaja të shndrueshëm. Ju falem që erdhët sonte për këtë darkë të veçantë. Kam diçka shumë të rëndësishme për t'ju treguar. Veçanërisht ty, baba. Babai u ngutësua menjëherë. Buzëqeshja u fshi nga fytyra. Dorina që ulej pranë tij dhe ishte në dieni të plot, e kapi dorën e tij në tavolinë me forcë mbështetëse. Hapa laptopin dhe projektori lëdë ndriçoi në murin e bardh pas meje. Fotoja e parë u shfaq, Arben Kelmendi, 25 vjeç, duke buzëqeshur gjerësisht pranë taksisë së tij lada të kuqe në Shkodër datë, janar 1992. Dhoma u heshtur plotësisht. Tingujt e enëve, bisedave, qeshjeve, gjithçka u ndal. Ky, thash ngadalë dhe qartë, është babai im. Emri i tij i vërtet është Arben Kelmendi. Dhe kjo është historia që ai e ka mbajtur sekret për 30 vjet, jo sepse donte të gënjej, por sepse donte të më mbroje. Babai u ngrit nga karriga aq shpejt sa ajo pothuajse u rrëzua. Fytyra ishte e bardhë si gëlqere. Elona, çfarë po bën? Të lutem, baba, thash me zë të butë por të vendosur. Më lejo të mbaroj. Ke mbajtur këtë peshë vetëm për shumë kohë. 30 vjet. Tani është radha ime ta mbaj për ty. Tani është radha ime të të ndihmoj. Ajo ul ngadalë, duar që dridheshin, fytyrë plot panik dhe shok. Kalova përmes të gjitha provave me ritëm të ngadajt dhe të qartë. Masakra brutale e familjes Marku në mars 1993, dëshmia e babait si dëshmitar, kërcënimet e menjëhershme nga vëllezërit Dushku, vendimi për të zhdukur dhe për të ndryshuar identitet, 30 vjet jetë fshehur. Fotografi të vjetra, dokumente me emra të ndryshëm, letra kërcënuese, raporte mjekësore, artikuj gazetash historik, të gjitha u shfaqën në ekran me detaje të qarta. Njerëzit në dhomë ishin në shok total absolute. Disa prej tyre filluan të qanim në heshtje. Kushërinjt mbanin duar në gojë. Shokët e babait nga puna shikonin me sy të gjerë. Për 30 vjet, vazhdova, zëri më dridhej tani nga emocion që nuk mund ta fshija më. Babai im ka jetuar në frikë konstante të thellë, që e ka konsumuar nga brenda. Frika që unë do të rëmbehem ose do të vritem. Frika që ne do të gjendemi dhe do të ekzekutohen si familja Marku. Frika që e kaluara do të arrinte në çdo moment. Dhe për shkak të asaj frike viscerale, ai më mbrojti nga gjithçka, nga udhëtime, nga miqësi të lira, nga mundësi pune, nga dashuria, nga vetjeta. Shikova drejt tij me lo që filluan të rrjedhin. Por baba, thash me zë të thyer, duhet të dish diçka që do të ndryshojë gjithçka. Ndryshova foton në ekran. Tani shfaqen 3 certifikata vdekje zyrtare, një nga një me detaje të plota. Artan Dushku vdiq në burg, tetor 2016. Shkak, sulm kardiak masiv. Luan Dushku vdiq në burg, mars 2017. Shkak, sulm me thik nga i burgosur tjetër. Gens Dushku vrarë në Milano, Itali, shtator 2018. Shkak, sherr me mafien italiane, 3 plumba në Gjoks. Të 3 vëllezërit janë të vdekur, thash ngadalë, duke lënë fjalët të depërtojnë. Organizata e tyre u shkatërrua plotësisht. Nuk ka më asnjë antar aktiv. Policia shqiptare dhe Interpoli konfirmojnë, nuk ka më kërcenim. Hapa dokumentin zyrtar policor. Frika mbaroi në shtator 2018, baba, vazhdova përmes lotëve. 6 vjet më parë, por ti nuk e dije. Dhe unë do të sigurohem që të mos kesh nevojë të kesh frikë më kur, asnjë ditë tjetër në jetën tënde. Babai kolapsoi. Trupi i tij u drodh me tërmet të dhimbjes së akumuluar 30 vitesh, lehtësimit të papritur, faljes së vetes, të shpërimit, shpresës, gjithçka njëkohësisht. Ulërima që doli nga goja e tij ishte diçka që nuk e kisha dëgjuar kur, ulërimi i thellë që vinte nga thellësitë e shpirtit të tij të plagosur. Halla Dorina e përqafoi menjëherë, por ai po çante me një intensitet që shokueshte të gjithë. 30 vjet dhimbje, frike, sekretesh, vetmie, gjithçka po dilte jashtë në një moment. U ula përpara tij në gjunjë dhe e kapa fytyrën me duar. Je i lirë, baba. Tani je vërtet i lirë. Nuk kam armiq. Nuk kam më kërcenim. Mund të jetosh. Ai më tërhoqi në një përqafim që mendova se do të më thyente brinjet, por nuk më interesonte. E mbajta fort, duke qarë me të, duke lënë 30 vjet dhimbje të përbashkë të dalin. Si e zbulove, ai pëshpëriti përmes lotëve që mbanin duke rrjedhur. Valigja në soban. Por nuk më intereson si e mësova, thash me vendosmëri. Më intereson që tani e di. Dhe nuk do të lejoj që të jetosh një ditë tjetër, një orë tjetër, një minutë tjetër në frikë. Drita në ngrit, dhe prezantoj dokumentin zyrtar me autoritet. Zoti Berisha, Zoti Kelmendi, keni të drejtën ligjore të rikuperoni identitetin tuaj origjinal nëse dëshironi. Nuk ka pasoja ligjore.
Procesi është i thjesht tani. Dhe kam këtu konfirmim zyrtar nga Interpoli dhe Ministria e Brendshme se nuk ka anëtar aktiv të mbetur nga organizata Dushku. Kërcënimi është 0. Një avocat i mirë mik i dritanit i pranishëm në darkë, shtoj me siguri, mund t'ju ndihmoj falas me procesin ligjor. Është e drejtë kushtetuese e juaja të rikuperoni identitetin. Gjithçka mund të zgjidhet brenda 3 muajve. Babai shikoi rreth dhomës, në fytyra që shikonin me dëmshuri të thellë, empati, dashuri, mbështetje, jo me gjykim, jo me frikë. Nuk e meritoj këtë, ai tha me zë të thyer dhe të pabesuar. E meriton gjithçka dhe më shumë, thash me forcë. Bëre atë që ishte moralisht e drejtë në 1993, kur bota ishte kaos. Raportove një krim të tmerrshëm, sepse doje drejtësi për fëmijë të pafajshëm. Dhe pastaj pagove çmimin më të lartë për 30 vjet, jetove në fer psikologjik për të më mbajtur mua të sigurt. Por tani drejtësia ka ardhur për ty. Tani është radha jote të jesh i lumtur. Pjesa tjetër e mbrëmjes ishte një valë emocioni kolektiv intensive. Njerëzit e përqafuan babain një nga një. Rrëfyen histori mbështetëse. Dhan fjalin kurajimi. Ai u hap ngadalë, duke treguar fragmente të asaj nate të tmerrshme në Shkodër që e kishte ndryshuar gjithçka, frikën që e kishte ndjekur çdo ditë, vendimin e dhimbshëm për të mbrojtur familjen me çdo kusht, edhe me koston e identitetit të tij. Vjollsa, ai tha emrin e nënësime me dashuri dhe dhimbje, ajo e dinte gjithçka që nga fillimi. Ajo ishte më e fortë se unë do të jem ndonjëherë. Por stresi e konsumoi ngadalë. Unë e humta për shkak të vendimit tim. Dhe kjo fajësie më ka ngrënë gjallë çdo ditë që nga vdekja e saj. E di, baba, thash duke e mbajtur dorën. Por tani ajo mund të prehen në paqe të vërtet, duke ditur se ti je i lirë dhe që unë jam e sigurt. Ajo do të jetë e lumtur. Javët që pasuan ishin transformuese në çdo mënyrë. Babai filloi terapi intensive me një psikolog të specializuar në PTSD dhe trauma. Seanca e parë zgjati 3 orë të plota, 30 vjet dhimbje e derdhur në një dhomë të vogël klinike në Tiranë. Është si të marrësh frym për herë të parë pas 30 vitesh, babai më tha pas seancës së dytë. Nuk e dija se kisha qenë duke mbytur aq gjatë. Një javë pas darkës, babai më thiri në dhomën e ndenjes me shprehje serioze. Kam diçka për ty që kam mbajtur për shumë kohë. Ai ngjori një librez bankare të vjetër nga një dollap i fshehur që nuk e kisha ditur që ekzistonte. Këto janë 8 milion lekë që kam kursyer gjatë viteve me punë shtesë dhe kursim të ashpër. I mbajta në rast se duhet të iknim pa pritur, të fillojmë sërish diku larg të zbuk. Ishin planet e largimit tim për emergjencë. Ai ma dorëzoi librezën me duar që dridheshin. Por tani nuk kam më nevojë për plan e largimi. Nuk kam më frikë. Kështu që ti merr 4 milion lekë, gjysmën. Udhë të lirshëm. Jeto plotësisht. Bëj gjithçka që unë nuk të lejova për 28 vjet. Është radha jote të shijosh lirinë. Baba, nuk mund t'i pranoj, fillova. Elona, ai më ndërpreu, zëri i qëndrueshëm dhe i vendosur. Më dhe lirin më të madhe, lirin nga frika. Tani më lejo të jap ty lirin tënde ekonomike. Të lutem. Për mua. Qava dhe e përqafova fort. Faleminderit, baba. Për gjithçka. Jo, ai tha me zë të plot emocion. Faleminderit ty që më shpëtove. Një muaj më vonë, unë dhe babai morëm rrugën drejt Sarandës, udhëtimi që më ishte ndaluar kur kisha 15 vjeç. Ishte udhëtimi i parë që bënim së bashku jashtë Tiranës në 20 vjet. Udhëtuam përgjatë Bregdetit Jonjan, deti shkëlqente me nuanca blu dhe turquoise në diellin e janarit. Era e kripur e detit mbushte makinën. Babai kishte ulur dritaren dhe thithte ajrin me sy të mbyllur dhe buzëqeshje. Kujt I duhet siguria kur ke dashuri dhe guxim, babai tha ndërsa shikonte drejt horizontit të pafund blu. Çfarë dëshiron të thuash? Pyeta ndërsa drejtoja. Për 30 vjet mendova se siguria ishte gjithçka. Por ti më mësove se ka diçka më të rëndësishme, dashuria e vërtetë dhe guximi për të përballuar të vërtetën. Ato janë më të fuqishme se çdo frikë. Në Sarand, ecëm gjatë lungomares në perëndim dielli. Babai më tregoi historinë nga rinja e tij në Shkodër, kujtime që kishte mbajtur të fshehura për dekada të tëra. Ai qeshte qeshje të vërtetë, të lartë, të lirë, për herë të parë që kujtoja. Ham suflaqe të ngrohta nga një shitës ambulant, me emrin Enver që na tregoi histori humoristike lokale. Ulem në plazhin e bardhë dhe shikuam deti. Dhe për herë të parë në jetën time, pash babain tim të vërtet, jo besnik, burri I frikës, po Arben, burri që kishte dashur jetën që kishte qeshur lirshëm, përpara se jeta ta transformonte në fantazm të frikshme. A mendon ndonjëherë të kthehesh në Shkodër? Pyeta me kujdes. Ai u mendua për një kohë të gjatë. Jo ende, por mbase një ditë, kur jam më I fortë, do të jem pranë teje kur të vendosësh, premtova. Ai më kapi dorën. E di.
Dhe kjo më bën të ndjej se mund ta bëj. Kur u kthyem në Tiranë 3 ditë më vonë, babai mori vendimin më të rëndësishëm. Do të rikuperoj identitetin tim, ai tha me vendosmëri. Do të bëhem Arben Besnik Kelmendi. Do të mbaj emrin besnik si të mesëm, sepse edhe pse lindi nga Afrika, mi mësoj vlerën e besnikërisë ndaj familjes. Procesi ligjor filloi. Me ndihmën e avokatit të dritanit, babai dorëzoi të gjitha dokumentet. Zgjati 3 muaj, takime me zyrtar, dokumente që duheshin firmosur verifikime. Por në maj, ai mbante letër njoftim të ri shqiptar me emrin e tij të plot dhe të vërtet, Arben Besnik Kelmendi. Më në fund jam unë përsëri, ai tha duke shikuar dokumentin me lot gëzimi. Gjatë kësaj kohe, diçka e papritur dhe e bukur ndodhi. Dritan, gazetari që kishte ndihmuar aq shumë në hetim, filloi të më vizitonte më shpesh. Çaj bisedues u bën kafe të gjata. Kafet u bën darka. Darkat u bën shëtitje të gjata romantike nëpër blok, në yjet e natës së qetë. A është në rregull nëse taftoj vajzën tënde për darkë zyrtare? Dritani kërkoi babait një mbrëmje qershori me respekt tradicional. Babai buzëqeshi, një buzëqeshi të vërtet, të pakufizuar nga Afrika të plot miratim. Çfarë mendon Elona? Mendoj po, thash, duke u skuqur plotësisht. Dritan dhe unë u bëm një palë zyrtarish në korrik. Babai aprovoi me entuziazëm absolute të çliruar. Ai të solli lirin time, ai tha me mirënjohje të thellë. Si mund të mos e dua? Në shtator, pash një mundësi. Dritan, a mund të shkruash për këtë? Jo me emrat tanë të vërtet, por historia anonime. Ai e mendoi. Do të jetë e fuqishme, dhe mund të ndihmojë familje të tjera që jetojnë në frikë. Ai e bëri. Artikulli i titulluar 30 vjet në hije, familje shqiptare që jetuan në frikë të hakmarrjes së mafjes, u botua në gazeta Panorama dhe u bë viral në Shqipëri. Brenda një jave, 7 familje të tjera dolen përpara me guxim të ri, duke treguar se kishin jetuar në frikë të ngjashme nga krimet e viteve 90 që kurrë nuk ishin raportuar. Qeveria shqiptare reagoi shpejt. Njoftuan një program mbështetës financiar dhe psikologjik për dëshmitar të krimeve të viteve 90 që ende jetonin në frikë. Babai dhe unë u intervistam anonimisht për televizionin kombëtar. Historia jonë ndihmoi njerëz të tjerë të gjenin guximin për të dalë nga hijet. Morëm mesazhe private nga njerëz që thonin, historia juaj më shëptoi. Tani e di që nuk jam i vetëm. Në nëntor, Drita më propozoi martesë. Jo në një restorant të shtrenjtë me shfaqje, por në parkun e vogël pranë shtëpisë time, ku kishim ecur qindra herë gjatë muajve të fundit. Elona, ai tha, duke u gjunjëzuar në një rrugë të vogël me pemë rreth, ti më dhe një histori më të bukur dhe më të vërtetë se ndonjë që kam shkruar ndonjëherë. Do të martohesh me mua dhe të krijojmë histori të reja së bashku. Po, çava dhe qesha njëkohësisht me lot lumturie. Organizuam një festë tradicionale për 10 orë në Berat, qyteti i gurit ku historia është e gdhendur në çdo mur antik. Babai insistoi ta organizonte dhe ta paguante vetë me krenari. Në darkën e fesës, me familjen dhe miqtë mbledhur në një restorant historik në qendër të Beratit, babai u ngrit për të dhënë fjalimin që do ta mbaja në zemër për gjithmonë. 30 vjet kam jetuar në frikë konstante që më ka konsumuar, ai filloi me zë të fortë dhe të qartë, pa dridhje. 30 vjet kam menduar se siguria fizike ishte gjithçka. Kam sakrifikuar gjithçka, identitetin tim, lidhjet familjare, lumturinë, madje edhe shëndetin e gruas si me të dashur, për atë që mendoja se ishte siguria. Ai u kthye drejt meje me syt plot lot, por edhe plot forcë. Por vajza ime, Elona e jashtëzakonshme, më mësoi diçka thelbësore që kisha harruar. Më mësoi se dashuria e vërtetë dhe guximi për të përballuar të vërtetën janë më të fuqishme se çdo frikë. Ajo nuk më gjykoi. Nuk u zemërua. Në vend të kësaj, ajo më çliroi. Zëri i tij u thye, por ai vazhdoi. Elona, ti më dhe atë që kisha humbur për 30 vjet, veten time të vërtetë. Identitetin tim. Lirinë time. Dhe tani, duke të parë të lumtur të dashuruar të lirë, e di që çdo vit frike ja vlente nëse rezultati ishte që ti të jesh e fortë, e urtë dhe plot dashuri. Ai ngriti gotën e rakis me dora që nuk dridhej më. Kujt i duhet siguria? Ai tha me zë të lartë dhe të qartë që mbushi dhomën, kur ke dashuri të vërtetë dhe guxim për të jetuar autentikisht. Të gjithë ngritën gotat me emocion. Për dashuri dhe guxim. Për liri dhe të vërtetë. Atë natë, duke vallëzuar në darkën e fesës me muzikë tradicionale shqiptare, shikova rreth dhomës me zemër të plot. Babai im, Arben Besnik Kelmendi, buzëqesh të gjerësisht duke biseduar me mysafir, pa shikuar mbi supë, pa paralajmërime në sy. Drita më mbante në krah, duke më rrotulluar në dritat e ngrohta të restorantes. Halla Dorina qeshte me lot lumturie në sy. Angela filmonte gjithçka me telefon, duke bërë komente humoristike.
Kjo ishte ajo që dukej liria e vërtet. Jo mungesa e frikës, frika do të jetë gjithmonë pjesë e jetës. Por liria ishte refuzimi për t'i lejuar frikës të kontrollojë, të burgosë, të shndërrojë në hije të vetes. Dhe ndërsa muzika mbushte dhomën dhe njerëzit që doja më shumë qeshnim dhe vallëzonim, e dija se kishim fituar. Nuk kundër armiqve të jashtëm, ata tashmë ishin zhdukur, por kundër terrorit të brendshëm, kundër hekurave të fshehta që na mbajnë robër, edhe kur rreziku ka kaluar prej kohësh. Babai im më kishte mbrojtur për 30 vjet, me çdo pjesë të qenies së tij. Tani, unë e kisha çliruar. Dhe në atë çlirim reciprok, të dy kishim gjetur diçka më të shtrenjtë se siguria, kishim gjetur veten tënë të vërtetë dhe lirinë për ta jetuar atë plotësisht. Ndërsa dita po mbaronte dhe mysafirët filluan të largoheshin me përqafje dhe urime, babai më thiri në një qoshe të qetë të verandës që shikonte qytetin historik të Beratit të ndriçuar nga dritat e natës. Elona, a i tha, duke më kapur duart me butësi, kur ishe bebe vogël vetëm 9 muajshe, në atë natë të tmerrshme kur vendosëm të ikim nga Shkodra, unë të mbajta në krahën e errësirën e natës dhe premtova se do të bëja çdo gjë për të mbajtur të sigurt. Ai u ndal, duke luftuar lotët që vinin. Mendova për 28 vjet se siguria fizike ishte gjithçka që kishte rëndësi. Që nëse të mbaja pranë, nëse kontrolloja çdo aspekt të jetës tënde, do të ishe e sigurt. Zëri I tij u thye, por ai vazhdoi me vendosmëri. Por ti më mësove një të vërtet thelbësore që kisha harruar, ka diçka më të rëndësishme se siguria fizike. Është të jetosh me të vërtetën. Është të jetosh autentikisht dhe lirshëm. Është të dashurosh pa frikë. Ai buzëqeshi përmes lotëve. Faleminderit që nuk më le të vdes me atë frikë, ende e ngjitur në shpirt. Faleminderit që më dhe një dhuratë që nuk e meritoja, çlirimin. E përqafova me të gjithë forcën. Do të doja pavarësisht nga gjithçka, baba. Por jam kaq e lumtur që tani mund të dua versionin e plot të teje, arben dhe besnik, të kaluarën dhe të tashmen, dhimbjen dhe shërimin të gjitha. Në muaj që pasuan, jeta vazhdoi të transformohej në mënyra të bukura dhe të papritura. Pranoj punën që më ishte ofruar në Vlorë më parë, dhe kësaj radhe, babai më nxiti personalisht. Shko, ai tha me entuziazëm të çliruar. Jetoje. Kam humbur shumë vite, duke të mbajtur këtu nga frika iracionale. Tani është koha jote për të eksploruar, për të rrezikuar, për të jetuar. Por vendosa të qëndroj në Tiranë për arsye të mia personale. Jo sepse babai donte, por sepse unë desha punë që më pëlqente, dritan këtu, familja këtu. Megjithatë, tani udhëtoj lirshëm çdo fundjavë. Kam qenë në Vlorë për pushime, Sarand për das me një shosheje, Shkodër për konferencë pune, madje edhe në Milano të Italisë me dritanin për një fundjavë romantike. Çdo herë që udhëtoj, I dërgoj babait foto. Dhe çdo herë ai përgjigjet me, jam kaq krenar për ty. Jeto për të dyve, për ty dhe për mua që humba aq vite. Babai gjithashtu ka ndryshuar thellësisht. Ai ka miq tani, miq të vërtet që fton në shtëpi për darkë, jo thjesht koleg pune. Ai shkon në terapi çdo javë dhe thot se është hera e parë në 30 vjet që nuk zgjohet në mes të natës me makthe. Terapisti më tha diçka interesante, ai më tregoi një ditë. Tha që trauma është si një plagë e pambyllur. Sa më shumë e fsheh, aq më shumë infektohet. Por kur e ekspozon dhe e pastron, mund të shërohet. Një ditë, ai më tha me reflektim të thellë, e dini se ç'është më e madhe ironia? Për 30 vjet mendova se po të mbrojta me kontroll obsesiv. Por në realitet, ti ishe ajo që më shpëtoi. Si, pyeta me kuriozitet. Sepse nëse nuk do të kisha pasur ty për të mbrojtur, nuk do të kisha pasur arsye për të mbjetuar fare gjatë asaj kohe. Ti më dhe qëllim kur gjithçka tjetër ishte errësirë. Dhe tani, ti më dhe lirin kur mendova se do të vdisja me atë frikë. Ai buzëqeshi me dashuri. Nuk është çdo ditë që fëmia jot bëhet heroi që të shpëton. Qesha përmes lotëve të lumturisë. Nuk jam hero, baba. Thjesht jam vajza jote që të do. Dhe ajo, ai tha me butësi, është më herojkja se çdo gjë tjetër. Tani, ndërsa shkruaj këto fjalë të fundit të historisë son, shoh prapa drejt asaj nate të ftohtë dhjetori, kur hapa valigjen e fshehur në Sotoban. Asaj nate kur bota ime u thye dhe u rindërtua njëkohësisht në mënyra që nuk mund t'i kisha imagjinuar. Mësova që dashuria ndonjëherë duket si kontroll kur lind nga frika e thellë. Mësova që frika mund të na bëjë të bëjmë gjëra që dëmtojnë njerëzit që duam më shumë, edhe kur qëllimi ynë është mbrojtja. Mësova që traumat nuk largohen vetëm me kohën, duhet t'i përballojmë, t'i nxjerrim në dritë dhe t'i shërojmë aktivisht me mbështetje. Babai im jetoi 30 vjet në ferë psikologjik absolut për të më mbajtur të sigurt fizikisht. Dhe ai do ta bënte përsëri për çdo sekond, sepse kështu dashuronin baballarët. Por tani, ne të dy jemi të lirë. Të lirë nga frika që na kontrollonte, të lirë nga e kaluara që na ndjekën,
Të lirë për të jetuar jo si hije të frikshme, por si veten tona të plota autentike dhe të vërteta. Kujt i duhet siguria kur ke dashuri të pakushtëzuar dhe guxim për të përballuar të vërtetën? Përgjigjet që gjeta askujt, sepse dashuria e vërtetë dhe guximi për të jetuar autentikisht janë të vetmet gjërat që vërtet na mbajnë të sigurt, jo nga bota e jashtme me rreziqet e saj, por nga burgjeve psikologjike që ndërtojnë brenda vetes nga frika, traumë dhe sekrete të pashyera. Dhe kjo, në fund të fundit, është historia se si një vajzë e kontrolluar nga dashuria e frikshme u bë çlirimtarja e babait të saj. Dhe në atë çlirim reciprok dhe të ndërsjell, të dy gjetën diçka që kishin humbur për aq kohë, veten e tyre të vërtet, identitetin autentik dhe lirinë absolute për ta jetuar atë plotësisht. Historia jonë nuk mbaroi me hakmarrje ndaj armiqve. Mbaroi me diçka më të fuqishme, me falje ndaj vetes, me shërim të traumës, me dashuri që çliron në vend që të burgos dhe me guxim për të jetuar me të vërtetën në vend të frikës. Babai im tani ec me kokë lart nëpër rrugët e Tiranës. Ai flet me fshinje, qesh me zë të lartë, planifikon udhëtime. Ai është bërë përsëri Arben, burri që do jetën. Dhe unë jam bërë versioni më i mirë i vetës sime, e lirë, e dashuruar, e guximshme, dhe plot mirënjohje për prindërit që sakrifikuan gjithçka për mua, edhe kur sakrifica ishte e gabuar. Kjo është fuqia e të vërtetës, ajo çliron, kjo është fuqia e dashurisë, ajo shëron, dhe kjo është fuqia e guximit, ai transformon. 30 vjet frikë përfunduan me një zbulim, dhe një jetë e re filloi me një zgjedhje, të jetosh me të vërtetën.